Do ta tregoj inshallah taala të tregim krejt për fund. Quhet ky tregim këmisha e lumturisë. Pas ka qenë herë një mbret, ja i mbreti të nga gjërat i ka posë në dispozicion. Jeta kësaj bote. Mirë për lumturi, hala nuk ka ndi lumturi. I thot ushtrisë vetë këj mbreti, shkon e gjene njeriun më të lumtur në popullin tim, edhe merr një këmishën e tij të veshin ashta bona pak i lumtur se nuk përgjeni të. Shkon ushtria të kryeministrit. Kur shkon të kryeministri, thoi na ka shumë mbrete, njeriu më të lumtur me siguri ti je lumtur se ti ke pasuri e kështu me radhë, edhe më ta marr këmishën tonë për me vesh mbrete. Çfarë kryeministri a mendoni që unë jam i lumtur? A dini mos të notë su merr gjumë mos po vjen po mbret në koshe. E kështu me radhë domethënë, unë si më lumtur as të nitro. Tad kur të gjejmë atë këmishën kur të vesh mbrete dhe edhe mu të veshë. Sa asumi nuk jam i lumtur. Shkojnë të pasamiku baj mëme. Ushtria dhe thujnë, jena të kërku njërin më të lumtur. Kem të kryeministri, aj nuk ishte erdhën të ti. Apo ne apë këmishën se mbreti për në përësit për me vesh këmishën që nështë amohat pak i lumtur. Pasamiku baj mëme, më ndërni që unë jam i lumtur. Hajtë një mu që të notë dhe së mërë gjumi të bohe sa të logaritë, sa kesh fitim, sa kesh mund bjesët e kështë të mëro. Edhe njëtën kur të friksu që mos më vjetë dikush e ku ma vetë basërinë. Thëtë kur të gjeni atë këmishën, kur të veshë mbrete, kryeministri bim në adën ku të veshë në ashta vohna në të rujë. Mirë, dalin ushtria në për popullat, për lypin, për kërkojnë të këmishën e turisë. Dikur po thojnë popullat apo përgjigjen njeri i lumtur është fillan fistekun. Ushtria përgjigjet, po ajo shumë i varfër, ta shkon e pët në aje i lumtur të tregon. E ku mundu me gjetë ato, shkon e mdet, rikojnë e gjonë të në përshkemet. Shumë e varfër. E kërkojnë këtë njeri, në gjetë, dhe për i thojnë se na ka dërgu mbreti për me kërku njeri më të lumtur. A je i lumtur ti? Dhe vallaj nuk e di që ka njeri më të lumtur se sa unë. Dhe të qysh, dhe që për e tregoj. Dhe të cilëqura bismillah, e falë namazën e sabah. Edhe marrë rëdicën, deti është i zotit, atër s'ka pos taksa për rëdicën për përshkim. Edhe deti është i zotit, edhe dalë. Edhe qëta përshë cilat ciltin zonë, i marrë që i në treg i shes, me ato pare e blej familjes, për qatë dit, dhe të të ushimit, ja e më shumë. Mirë pa më nebë, këmishën, se në brejti për në vërësit. Dhe t'ju s'ka mas këmishë, dhe të qa që i varë për so që, lumturia nuk arrihet të thët me pasurin, në qofë se e marrën në studiojmë jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, e shumë se njeriu më i sprovuar në rrugën toksor është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si me vdekje, si me humbje të pasurisë, si me në tëra aspektet njeriu më i sprovuar ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po njeriu e trenon kur therr ka qenë njeriu më i lumtur në rrugën toksor. Pse? Sepse ka ditë se për i kujna i ka kret të sprova i ka për të madhe Allah subhanahu wa ta'ala dhe kret për fund gjematit të rrugë. Lumturi për neve, lumturi e matër, për Allah së gjelë në i planën pendimin tonë, kurse për botën tjetër lumturi është, për me, insha Allah ta'ala, e fusë në kamën në gjennet, ajo është lumturi absolute, lumturi e përgjithshme, pakofishme. Lusëm Allah në së gjelë, që të nashtoj haloma shumë këtë lumturi. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala, që të në bëjt lumtër në gjithë sfert jetës tonë. E kulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah shukr.